Weekendi që kaloi solli shumë risi sportive. Në stadiumin e qytetit të derbi ligës së dytë të Maqedonisë grupi perëndimor, në Predoku Teteksi. Stadiumi ju i përshtatshëm për lojë vende i mbuluar me borë, moti i ftohtë se spektator afro 1000. Pjesa e parë e takimit në përgjithësi kaloi në mesin e fushës, edhe atë pa ndonjë rast konkret. Të dy skuadrat u përqendruan në mbrojtje, rezultati i pjesës së parë 0-0. Pjesa e dytë dallohet nga e para me një organizim loje në sulm nga ana e futbollistëve të Napredokut. Në minutën e 76 nëpërmjet Angeleskit shënuan gol dhe kaluan në avantazh. Ky rezultat mbeti deri në mbarimin e lojës 1-0, rezultat edhe përfundimtar. Referët në krye me Tikoski nga Struga për mrekulli drejtuan takimin. Me këtë fitore, i cili tuboi 32 pikë si kryesues i tabelit të klasifikimeve, njëkohësisht edhe dimron si kampion shtetëror. Liga Regionale Liçenase. Ekipi i vllazërimit udhtoi për në Kosovë dhe luajti me ekipin e Vullkanit, Kërçovarët, në pjesën e parë dhe të dytë që në fillim u përcaktuan në mbrojtje, ku edhe ja duel në krye që të ruajnë portën e portierit Alimi. Kthehen me një pikë, kështu që i bashkangjitë Beles dhe dy skuadrave të cilët kryesojnë Voska dhe Partizani Koroqishtës. Me këtë pikë, Kërçovarët mbesin konkurrencë për vendin e parë. Për shkak të modë të ligë, ndeshja në mes të Zajazit dhe liderit të kampionatit Partizanit të Koroqishtës anulohet e njëjta do të zhvillohet ditën e njëjtë në stadiumin Trevic. Dhe sa i përket sportit në shkatësi, edhe informat nga fusha e këtij sporti. Karate klubi Rinia udhton për në Shkup, ku të marrë pjesë në garat e lidhjes republikane në Shotokan. Sukseset e këtij klubi në të kaluarën garat e zhvilluara të një niveli të lartë, kurorëzohen apo në përgjithësi me rezultate fantastike. Prandaj, udhtimi i tyre në Shkup është që të shifet në përgjithësi dhe të dëshmojë sukseset të arritura gjithtani. Na mbetet edhe Liga e dytë e Maqedonisë, grupi i volejboll. Shotovasit në duelin e xhiros parafundit, akumulatori i përmbështim në rezultat të 3 seti i parë 15-10, i dyti 15, do të se Shitovasit avansuan 2-0. Mirë po nuk do dhe ashtu. Përmbështimasit zvogluan 2-1 në setin e tretë, pastaj pasuan 2 seta edhe atë. 15-6 dhe 15-9, kështu që si musafir akumulatorësit inkasuan 3 pikë dhe të gëzuar u larguan nga palestra e sporteve Jan Qica nga Kërçova.